Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për përplasjen e fundit mes kryeministrit Edi Rama dhe Erion Veliaj, teksa ky i fundit gjendet në burg, por gjithçka ka nisur sa i përket delegimit se kush do të drejtojë Bashkinë e Tiranës. Por çfarë fshihet pas kësaj përplasje mes Edi Ramës dhe Erion Veliajt? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ne kemi të ftuar avokatin e njohur, Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi si gjithmonë. Zoti Cakrani, çfarë po ndodh me Erion Veliajn që nga lënia e tij në burg e deri më sot ku ai është gjendur përballë Edi Ramës sa i përket delegimit se kush do ta drejtojë Bashkinë e Tiranës? Në fakt, nëse do ta shikojmë nga ana juridike, jemi përballë një puçi institucional. Një puçi institucional nga ana e kryeministrit, sepse zoti Velia është kryetar bashkie, padyshim që nuk e ushtron atë funksion, sepse është në një masë sigurie, por kjo nuk bën që zoti Velia mos të marrë vendime nga mbetet e paraburgimit për të deleguar punët e tij, për të deleguar ato çka ai do të kryej, pra angazhimet e tij administrative e kështu me radhë. Kështu që zoti Velia nga pikpamja juridike është në të drejtën e tij, sepse përcakton ligji 139/2015 dhe pikërisht neni 62-64 i këtij ligji. Ligji pra për vetë qeverisjen vendore. Dhe në këtë kuptim them që zoti Velia ka të gjitha tagrat dhe të gjitha të drejtat deri sot që flasim bashkë të ushtroj detyrën e tij ose të delegoj kompetencat kujt ai e shikon të arsyeshme, pra në kryetarëve. Dhe kjo nuk ka asnjë dyshim nga pikpamja ligjore. Nëse do të flasim pastaj nga pikpamja ekstra ligjore, atëherë duket qartë që kryeministri e ka marrë peng Bashkinë e Tiranës, duke mos lënë dhe duke mos protokolluar vendimet e zotit Velia, siç është ajo e dieshmja që tashmë bë publike, ku ai kishte deleguar funksionet e veta një zonje aty, Saragoza e mos gaboj, dhe kjo nuk u la, por kryeministri vazhdoi akoma me në kundërshtim padyshim me kushtetutën dhe me ligjin, që të emëronte dikë tjetër aty që të ushtrojë funksionet e kryetarit të bashkisë. Dhe nga pikpamja ligjore themi që në këto kushte është e pa precedent në demokraci, pra në demokraci perëndimore, që ku ndarja e pushteteve është një nga kushtet bazë e shtetit së drejtës, sepse pushteti vendor është i pavarur nga ai ekzekutiv, ka ligjin e vet funksional dhe padyshim që funksionon në këtë drejtim. Prandaj që thash është e pa precedent, sepse nuk kemi dëgjuar deri sot që një kryeministër të marrë funksionet e një kryebashkiaku. Besoj para ca ditësh ka ndodhur diçka në Turqi, ku është arrestuar kryetari i Bashkisë së Stambollit dhe i bie tani që zoti Erdogan, që është presidenti apo kryeministri, të shkojë tani të marrë funksionet e Bashkisë së Stambollit. Ja e njëjta gjë është. Kështu që kjo është e papranueshme, ai dhe mund ta bëjë, sepse edhe ai autokrat është si Rama, po është e papranueshme në pikpamje demokratike. Nëse këta duan ta heqin pra ligjin dhe ta kthejnë si dikur komitetet ekzekutive të kohës së diktaturës që kryetarët e komiteteve i emëron tek Këshilli i Ministrave, atëherë është tjetër histori. Por nëse do të flasim për një shtet demokratik ku çdo institucion operon në bazë të ligjeve të veta, themi që këto ligje janë shkelur. Prandaj thash që sot jemi në një push institucional nga ana e kryeministrit të Shqipërisë, i cili ka marrë në dorë fuqinë për të ushtruar një pushtet të cilin nuk e ka me ligj dhe nuk i takon me ligj. Dhe këtu jemi përpara një vepre penale dhe nëse spaku do kishte të paktën minimumin e përgjegjësisë, duhet të kishte regjistruar një procedim penal ndaj kryeministrit, sepse është një dispozit të kodit penal i nderuar që thotë që kur marrja dhe ushtrimi i kompetencave pa ligj. Dhe kryeministri ushtron kompetencat pa ligj. Dhe kjo është një akt i dënueshëm nga pikpamja penale
apo dhe kushtetuese. Cila është arsyeja që kryeministri Edi Rama e ka ndërmarrë një hap të tillë duke mos respektuar asnjë procedurë ligjore sa i përket kalimit të kompetencave për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, pasi do duhet të mblidhej Këshilli Bashkiak dhe jo të përcaktohej direkt nga zyra e kryeministrit? Tani, unë nuk jam në mendjen e kryeministrit, por ne bëjmë një analizë juridike, padyshim dhe politike. Do të kuptojmë diçka që Bashkia e Tiranës është bashkia më e madhe në këtë republikë. Dhe padyshim është bashkia që ka të ardhurat të mëdha, ka interesat më të mëdha, ku interesat jo vetëm shqiptare, po interesat edhe rajonale, sepse ne dim dhe faktet provat çdo ditë dalin që në Tiranën tonë të dashur, ku ne jetojmë, pastrohen parat e krimit të mafjes, krimit të organizuar shqiptar dhe rajonal dhe më gjerë. Vetëm dije par dije janë bërë në Itali disa arrestime, ku ndër këto arrestime ka patur personazhe italian të cilët, sipas antimafjes italiane, ka rezultuar që ata pastronin parat në Shqipëri, pra në Tiranë. Dhe në këtë kuptim them që Tirana ka interesa dhe këto interesa kanë bërë që kryeministri i Shqipërisë të marrë në patronazhim Bashkinë e Tiranës, sepse aty ndërthuren interesat politike, interesat ekonomike e kështu me radhë. Dhe kryeministri nuk mundet ta linte këtë situatë, t'i shpëtonte nga dora, duke ja lënë këtë menaxhim të bashkisë Këshillit Bashkiak, sepse normalisht, siç thashë edhe në ligjin si përcituar të neni 64 të ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen, kur kryetari i bashkisë nuk ushtron funksionin e tij brenda 3 muajsh, atëre është Këshilli Bashkiak ai që verifikon këtë mungesë të tij dhe merr vendimin për shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Pra, Këshilli Bashkiak është një farë parlamenti i cili ka kompetencat dhe ka fuqinë e tij që ta mbajë dhe ta ushtrojë funksionin duke caktuar një nënkryetar të bashkisë që t'i jap kompetencat e kryetarit. Prandaj them që kryeministri i Shqipërisë nuk la asnjë mundësi që të zbatojë ligji për sa i përket funksionimit të kryetarit të bashkisë, kur kryetari është në gjendje në mas sigurimi arrest. Kështu që për të kthyer te pyetja juaj, interesat janë të mëdha, kryeministri s'mundet ta linte këtë në dorë të tjerëve, sepse është vetë ai që e kontrollon këtu në këtë republikë çdo gjë, kontrollon bashkinë, kontrollon padyshim të gjitha institucionet, kontrollon nuk i nuv tatime, çdo lloj gjëje në këtë republikë kontrollon ai. Dhe lejet e ndërtimit madje e ka bërë me ligj që kur janë mbi 9 kate, duhet patjetër leja e KKRT-s që drejtohet të Republikës që drejtohet nga kryeministri. Prandaj të gjitha këto interesa kanë bërë që kryeministri të marrë në dorë të bet tashmë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës.